Orët e para të mëngjesit, mira besimtarë ju drejtuan xhamive dhe shesheve kryesore për të falur namazin e Bajramit, ndërkohë në Tiranë mira besimtarë u mblodhën në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të falur namazin e Bajramit, ndërsa shumë të tjerë në xhamitë e kryeqytetit. Kryetari i KMSH Bujar Spahiu bëri thirrje për më shumë dialog dhe mirëkuptim. Kurban është festa e zemrës së pastër, është festa që na mëson të largohemi nga egoizmi, nga urrëtia, nga padrejtësia dhe indiferenca ndaj njëri tjetrit. Në këtë ditë të shenjtë, Allahu na kujton në Kuranin famulart: O ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popull e fise që të njiheni me njëri tjetrin. Më i nderuari, më i miri tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Ky ajet është një mesazh i madh për gjithë njerëzimin, të jetojmë me respekt, me mirëkuptim dhe me dinjitet ndaj njëri tjetrit, të gjithë së bashku.